një rënje të vogël nga shkurti dhe një rritje të vogël nga dhjetori. Vetëvendosje ka një rënje të vogël nga dhjetori, një rritje të vogël nga shkurti, e kështu me radhë, domethënë ka pas një bartje të votave ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, me gjas për shkak të lëvizjes së zonjës Osmani nga vetëvendosja në LDK, dhe nuk kanë rru kur gjë në kuptimin e rritjes mundësive apo zvogënimit mundësive për formimin e qeverisë. Në fakt, ka një lëvizje spaku të mbushën mend subjekte politike se duhet bashkëpunuar. Ka një lëvizje të vogël mbrapa, sepse në shkurt ky rezultat nuk ka qenë i lidhur edhe me nevojën për zgjedhjen e presidentit. S'ka qenë domosdoshme. Kemi pas bëjmë vetëm me qeverinë. Tash, qeveria edhe mund të bëhet me gjas, me votat e partisës jo serbe, votat deputetëve jo serb, mund të bëhet, por presidenti nuk mund të bëhet. Dhe unë pajtohem me zotin Koci që partit, do me thonë, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk mund të hynë në asnjë lloj aranzhmani pa disa parime bazë. E parim themelor për këto parti politike, që është parim gati ideologjik, janë aleancat me Perëndimin, para se gjithash aleancat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fakti pas amerikanëve po thonë ose me gazin amerikan ose me influencë ruse, që bie ose me amerikanët ose me rusët. Dhe nëse thojnë kështu, atëherë situata është e qartë. Na duhet të zgjedhim përkatësisht këto parti politike, të cilat tash nuk e kanë shumicën, duhet ta imponojnë, është mënyra e vetme përveç ndaj opcionit protestave, mas zgjedhjeve dhe s'kanë kuptim protesta, sepse qytetarët e kanë thonë vendimin e tyre. Qytetarët e kanë thonë votë vetëvendosjes. Na vetëvendosje mund të mos ketë fitu sa ka pretendu, po vetëvendosje e ka shënuar fitoren e 4 spektakolare në zgjedhjet e Kosovës. Qytetarët e kanë thonë. Edhe pse qytetarët brenda vendit e kanë dhënë pak me një nuancë ndryshe. 42%. Ja kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Po, që është shumë. Në anën tjetër, është gati gjysma e votave tjera. Është kogja shumë. 42% është prap shumë. Prandaj, opcioni i protestave tjera është opcioni cili nuk do të ishte i logjikshëm. Opcioni i logjikshëm, jo për ta pengu vetëvendosjen, po për ta shpëtu Kosovën, do të ishte vënia në qendër e diplomacisë, do me thonë, e raporteve të Kosovës me vendet aleate, me aleancat të ndryshme, parasë gjithashtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sidomos çështja e gazit të cilën vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vënë në qendër të kësaj. Përndryshe, unë madje nuk mendoj as që posti i presidentit, cilës do parti që të jepet, nuk do të ishte balans i mjaftueshëm. Sepse posti i presidentit e na është një post gati se ceremonial. Si e shihni ju mundësinë në një marrëveshje? Mundësia e vetme, unë kam thënë edhe më herët, vazhdojmë me mendu njëjtë, është një pako, një marrëveshje në pako që i akomodon të gjitha këto pozita. Dhe Kosova është në një situatë të tillë, e cila po përshkruhet nga të gjitha aspektet, për shembull veç mënyra që shpjegoi zot Sejdiu, situatën energjetike, me situatën, me pasojat që i ka pastaj në zhvillimin e vendit, është një alarm i mjaftueshëm që këtij vendi i kërkon, sado që mund të duk absurde në këtë situatë, i kërkon një qeveri të shpëtimit kombëtar. Na jemi në kufit e nevojës të shpëtimit kombëtar. Qashke që jemi, që as vetë nuk e dim. Ne jemi në një delir votash, jemi shndërru në një popull që zgjedhjet i ka sport nacional. Ne jemi shndërru, neve për na intereso kush fiton vota. Kërkujt në Kosovë... Si kampionati botëror në futboll. Absolutisht, kërkujt në Kosovë nuk i intereson tash sa ka qenë shkalla inflacionit mujnë e kalum. 7,28%. Ma e nalta në Ballkan. E larta në Ballkan, e dyta në Evropë. E dyta në Evropë. Do me thonë, nuk i intereso kërkujt a kanë morrit rrogat, nuk i intereso kërkujt çka ka shkaktuar çat inflacion, nuk i intereso kërkujt që to pare që i ka dhënë qeveria ka shumë mundësi që kanë shkaktuar inflacionin në Kosovë. Do me thonë, kërkush nuk merret me një analizë serioze,
me i fol dikush për çështje të ekonomisë, me i fol dikush për çështje të kulturës, për çështje të arsimit veç e veç, e konsiderojnë të çmendur, sepse njerëzit kujtojnë që vota është e mjaftueshme. Do të thonë, janë shndërruar në koeficient bastoreve këto vota dhe njerëzit i trajtojnë si tilla. Prandaj jemi në një situatë qaq alarmante, sa që vendin e pështon një qeveri e shpëtimit kombëtar, me një program, me një pako, me do parime paraprakisht dakordume, të cilave partisë zotohet tu përmbarë deri në fund. Për një post, presidentin,